Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Speciale për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij Haxhi Thaçi. Varrimi do të zhvillohet nesër në orën 15 në fshatin Buroj të Skënderajt. Përmes një postimi në platformën X, Rama e cilësoi Specialen si një gjykatë të turpshme dhe të paturpshme, që sipas tij po e mohon të akuzuarve të drejtat më themelore demokratike. Një veprim i ulët me një gjykatë turpshme dhe e paturpshme, që drejtësinë ndërkombëtare ka kthyer në shaka, të drejta demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e mirë të kuvendit të Kosovës në bumerang, më brutal, deklaroi ai. Vendimi për mos lejimin e Hashim Thaçit të marrë pjesë në varrimin e babait të tij ka shkaktuar reagime të shumta në Kosovë dhe më gjerë. Organizata Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, OVL-UÇK-s, ka shprehur indinjatën dhe revoltën e saj ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë dhe të njerëzor. Ky vendim nuk është vetëm një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit, por edhe një akt që cënon dinjitetin dhe ndjenjat më të thella njerëzore. Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s nuk do ta tolerojë heshtjen e institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj shkeljeve dhe trajtimit përçmues që po bëhet bashkëluftëtarëve tanë nga Gjykata Speciale në Hag, thuhet në reagimin e OVL-s së UÇK-s. Kërkesat për leje të përkohshme që Thaçi të marrte pjesë në ceremoninë martore janë hedhur poshtë nga Gjykata Speciale, e cila ka argumentuar se pengesa e tij në paraburgim do të paraqiste rreziqe të caktuara. Ky vendim ka ndezur debate mes mbështetësve të ish-presidentit të atyre që kritikojnë Speciale për qasjen e saj ndaj figurave kryesore të luftës së UÇK-s. Takimi i fundit mes Hashim Thaçit dhe babait të tij të ndjer Haxhi Thaçi ndodhi më 13 mars në ambientet e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Për 3 ora ata qëndruan në pranimin e njëri tjetrit para se ish-presidenti të rikthehej në Hag, ku ndodhet në paraburgim për akuzat që janë ngritur nga Gjykata Speciale. Ngjarja ka nxitur reagime të shumta nga personalitete politike, organizata të shoqërisë civile dhe qytetarë të thjeshtë, të cilët shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj vendimit të Gjykatës Speciale dhe konsiderojnë atë si një akt të padrejtë dhe antihuman. Në Kosovë dhe Shqipëri, ky vendim ka përforcuar debate mbi rolin dhe drejtësinë e Gjykatës Speciale, si dhe ndikimin e saj në procesin e pajtimit dhe drejtësisë pas luftës së viteve 1998-1999.